Partia Socialiste e Shkodrës ka 2 drejtuesi të rinj pas zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, ku kjo forcë politike fitoi mandatin e 4. Në një takim të zhvilluar në Selin Roz të Shkodrës me praninë e sekretarit përgjithshëm të Partisë Socialiste Blendi Klosi, janë prezantuar bashkëkryetarët e rinj të Degës, Kejsi Spahia dhe Marian Dërshtiqaj. Të dy kanë qenë kandidat për deputet të socialistëve në zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Emrimi i tyre përbën risi për Degën jo vetëm për shkak të moshës, por edhe sepse të dy vijnë nga rrallët e fresh Forumit Rinor Socialist. Ata marrin drejtimin e Degës duke zëvendësuar Mirela Dodën dhe Hilmi Laktin. Në një reagim në rrjetin social, sekretari përgjithshëm i PS Blendi Klosi shkruan: "Besim plot që Kejsi dhe Mariani me energjinë dhe frymën pozitive do t'i japin një tjetër hovë strukturës son, me synivimin në rezultateve pozitive për Shkodrën dhe gjithë Sharkun." Edhe deputetja e Kuvendit të Shqipërisë Xhenis Çela, e pranishme në këtë mbledhje, reagoi përmes një statusi në rrjetin social: "Urojmë punë të mbarë, energji pozitive dhe bashkëpunim frytëdhënës në vijim të angazhimit për qytetarët e Shkodrës dhe forcimin e strukturave të Partisë Socialiste", thekson Çela. Drejtuesi politik Beci gjithashtu shpreh besimin se me energjinë dhe frymën pozitive ata do t'i japin një hovë të ri strukturave për një Shkodër europiane. Ky është hapi i parë i riorganizimit dhe rienergjizimit të gjitha strukturave, me synim vijimin në rezultateve pozitive për Shkodrën dhe gjithë Sharkun, përfundon ai. Por ndryshe nga të gjitha degët e vendit ku janë zhvilluar mbledhje dhe ka patur analiza e përgjithësi për rezultatin zgjedhor të 11 majit, në Shkodër kjo mungoi, edhe pse socialistët mbetën në të njëjtin numër mandatesh.